Kam disa minuta kohë për të bërë gati sepse do vemi të filmojmë një video për një giveaway tek Hasto Homi. Kjo është gjendja, duhet ta rregullojmë patjetër. Buzën e kam të nxirr sepse kam bërë sterish filler. Pas shkrirjes së parë që bëra, nuk do bëj ndonjë gjë të ngarkuar, do bëj diçka të lehtë. Sapo bëra kostumin pis me këtë gjën. Ky giveaway do bëhet me rastin e 8 marsit. Do me thënë do shpallet në datën 8 mars do shpallen fituesit. Në datën 1 mars do dali si postim ku ju mund të bëni pjesë. Çmend fare ime më kur sa herë shkoj në Tiranë tek një vëlla, më thotë nuk i bëre ndonjë reklam djalit. Çfarë reklame do t'i bëj? Po janë ndonjë reklam, po okej, më thuaj një ide që edhe unë të vete dhe t'ja bëj, të nisem nga ideja jote. Tani vlla im ka studio tatuazhesh dhe i thash që qum t'i bëj një reklam, duhet të bëjmë patjetër një tatuazh dhe ta demonstroj tek shikuesit, i thashë. Jo thjesht do vete atje do them shiko, ky çuni shumë djalë i mirë, ja ndiqeni ju, i bëni follow. Po përpiqesha t'i shpjegoja që duhet të jetë interesante dhe kontenti dhe videoja që njerëzit ta shikojnë, që audienca të ketë interes. Por prap nuk e kuptonte, prap u mërzit me mua, pse unë nuk i kisha bërë një reklam djalit. Palja kur më përdor këtë kundër argumentin, ti po i bën reklam botës. Oh, madre de Dios. Ndonjëherë më vështirëson shumë gjërat për t'ia shpjeguar. Që ju t'i bëni qefin mamit tim, shkoni bëni follow vllajt tim. Që mos të merret më me mua, ju lutem. Mezi po e pres marsin, është një ndër muajt e mi të preferuar. Para 1-2 ditësh më kam përndjekur 2 qen. E kam ndezur të gjithë lagjen me ulërima dhe më e çuditshme e di kush ishte? Nuk ishte qen që më përndiqni, se qen janë punka. Po ishin njerëzit që nuk dilni të më ndihmonin. Do thoni ju mbas se s'të kanë dëgjuar, kam ulëritur aq fort sa ka dëgjuar gjithë Vlora. Unë isha në këmbë, po kthehesha nga puna për në shtëpi, duke qenë se punën e kam vetëm 1 minutë larg në këmbë. Dhe as nuk i pash fare këta qend, por janë në celular, duke ecur duke ndonjë në celular. Dhe vetëm kur dëgjoj ca ulërima qensh që më vinë nga mbas, do thoni ju si shpëtova unë. Pasi ulërita mirë, jam kujtuar që e kthjellova trurin që qenit kur i ikën me vrap ndizet më keq. Një tu kthyer nga rruga. Ju drejtova njërit nga qenve dhe hapa shelmin, se s'kisha as gur, as ndonjë shkop aty afër. Nuk e di si ma dha Zoti këtë guxim, po e bëra. Kuptova që njeriu kur e ndjen veten në rrezik, i aktivizohen ca neurone në tru që ca neurone mbijetese në ato momente. Edhe thua kjo gjë që kam përballë. Dhe u betova që nuk i kim në këmbë në punë. Sado që e kam punën vetëm 100 metra larg. Ja, për 100 metra desh ngella sakate. Më shumë nuk më dilte e keqja se jam shkëmbyer shumë herë me ata qenë dhe nuk më janë turrur ndonjëherë. Atë ditë se qa pësuan mami thoshte ke bërë buzët nuk të kanë njohur. Okej, kjo është e bëra ime gati për 30 minuta fix, do iki tani se mbajti shumë vonë një puth.